Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka reaguar pas vendimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili vendosi tarifa doganore për Maqedoninë e Veriut për 33%. Nga qeveria thonë se ky ka qenë vendimi i pritshëm i administratës amerikane, i cili nuk është nënshkaluar nga asnjë vend në botë, as nga Britania e Madhe, Kanadaja, Bashkimi Evropian dhe qindra vende të tjera. Ata thonë se ekipet qeveritare kanë kohë që analizojnë pasojat e mundshme dhe së bashku kanë përgatitur një plan për tejkalimin e situatës. Ky vendim nuk do të ketë një ndikim të madh në ekonominë tonë, por ne kemi një plan të qartë për të ecur përpara. Kontaktet me administratën amerikane tashmë janë vendosur dhe do të vazhdojnë në nivel të lartë dhe qeveria do të punojë për gjetjen e një zgjidhjeje dhe zbatimin e planit. Ajo që është e rëndësishme të përmendet është se nuk ka nevojë për asnjë panik, as për reagime dhe përfundime të nxituara. Kjo është diçka që është paralajmëruar prej kohësh nga kjo administratë dhe asnjë vend i vetëm nuk ka mbetur jashtë, madje as partnerët më të vjetër dhe më tradicional të Shteteve të Bashkuara. Nga qeveria theksojnë se kjo është një përpjekje për të rinegocuar marrëdhëniet e tregtare të botës. Diçka siç thonë, ishte nevojshme edhe që megjithse tani një tronditje për disa, do të jetë një mundësi për të tjerët, duke shtuar se qeveria është e njoftuar se kjo situatë është një mundësi për shumë njerëz që nuk ja dëshirojnë të mirën qeverisë, që të sulmojnë pa bazë dhe të përpiqen të dëmtojnë reputacionin e tyre, qoftë për interesa personale, për qëllime partijake apo për frikacak.